Ky arsenal armësh, municioni e pajisjesh është gjetur në fshatrat përreth Kalludrës së Zubipotokut, një zonë tashmë e njohur për të gjithë ne. Pikërisht aty ku gjatë javëve të fundit janë zbuluar 3 varreza masive në të cilat janë gjetur mbetje mortore të 23 persona. Veriu i vendit tonë, përveç se ishte skenë e krimeve të rënda ndaj civilëve shqiptar, maltretimeve e dëbimeve, është shfrytzuar edhe për fshirjen e trupave të viktimave pas vrasjeve makabre të kryera nga forcat serbe. Zbulimi këtyre varrezave masive kanë nxjerrë në pah edhe një herë dimensionin e të krimeve të kryera gjatë luftës fundit Kosovë. Armatimi që shihni sot para jush është gjetur në 12 lokacione të ndryshme. Nga sot, ai do t'i nështrohet ekzaminimit dhe analizave të detajuara, me qëllim të përcaktimit të origjinës, përdorimit dhe lidhjeve të mundshme me rastet e hetuara, përfshirë edhe ekzaminimin e së paku 23 personave, por edhe rasteve të tjera kriminale.